Ky mesazh është për çdo emigrant, për ata që u larguan nga vendi i tyre me shpresë, me ëndra dhe me një forcë që shumë nuk e kuptojnë, për ata që lanë prindrit, miqt, fëmijërinë e tyre dhe nisen drejt të panjohures, vetëm që familja të kishte një të ardhme më të mirë. Ju që punoni shumë, shpesh më shumë se ç'duhet, ju që mbani brenda mallin, por jashtë buzëqeshjen, ju që luftoni çdo ditë në një vend të huaj me gjuhë tjetër, me sfida të tjera, me rregulla të tjera, ju jeni njerëz me zemër të madhe dhe forcë të jashtëzakonshme. Edhe kur lodheni, edhe kur zhgënjeni, edhe kur shumë gjëra ju duken të pamundura, mos harroni, ju keni bërë një hap që të tjerë nuk do ta guxonin kurrë. Ju jeni prova që njeriu mund të fillojë nga zero dhe të ndërtojë një jetë të re. Ju jeni shembull i sakrificës, i durimit dhe i guximit. Ju jeni zëri i shpresës për familjet tuaja, për fëmijët tuaj, për të ardhmen tuaj. Dhe kur t'ju vinë momente dobësie, kujtojeni veten. Ju keni ardhur deri këtu, ju nuk duhet të dorëzoheni, ju nuk duhet të ndaleni, sepse emigrantët kanë një forcë të veçantë, forcën për të mbijetuar, për të ngritur kokën dhe për të fituar pavarësisht çdo vështirësie. Ju do ja dilni, jo nesër, jo një ditë të largët, por sot vazhdoni, sot luftoni, sot fitoni. Ky mesazh është për ju, për çdo zemër emigranti që nuk dorëzohet kurrë.